Drion nga LDK edhe. Hajde, ma përpara, hajde. Atëherë është tentativa e 13 për konstituim të kuventit, ka deklarime të ndryshme. A vazhdon LDK-ja të ketë qëndrimin e njëjtë? LDK-ja ka qëndrimin e njëjtë, ka dhënë një sugjerim se si do të mund të dilnim prej këtij ngërçi politik. Kjo është një shpërfaqe vërtet e një partie që ka dalë para në zgjedhje, por nuk po arrin ta formojë shumicën. Është vërtet e pakuptueshme që një parti nuk po mundet me formu shumicën, por kjo jep shpjegim që kjo parti përgjatë 4 viteve të kaluara ka dhënë shembull të keq bashkëpunimi, nuk ka lënë hapësirë për partneritet dhe kjo duhet t'i shërbejë si mësim për gjithë partitë politike, por posaçërisht për vetëvendosjen. Diskursi që është përdorur ka qenë jo i natyrshëm, jo normal për një parti politike, andaj duhet të merr mësim një herë për gjithmonë. A do t'i përgjigjeni ftesës së mundshme nga ana e presidentit? Ne kemi treguar që jemi për dialog dhe i përgjigjemi të gjitha ftesave institucionale për t'i ndihmuar zhbllokimit të situatës. Ato Lidhja Demokratike na i propozojnë për na i datë se kur mund me u taku prej partit. Lidhja Demokratike ka pasur një propozim të qartë për një qeveri nacionale të tranzicionit, e cila do t'i mundsonte Kosovës që të kalonte këtë fazë deri në zgjedhjet e ardhshme me një qeveri që do të kishte një mision të qartë, objektiva të qarta, veprime, program, njerëz unifikues që do ta shpinin Kosovën deri tek zgjedhjet pas zgjedhjes së presidentit. Ky është sugjerimi jon një herë për një herë, andaj na leni të ta shohim apo realizojmë. Si refuzim përgjigjën e Partisë Demokratike të Kosovës që në vend të takimit tha që presidenti është ajo që duhet i bëjë partisë politike për të dakorduar për çka do të ka nevojë, duke qenë se tha që në rreshta u kuptua që nuk ka qenë çështje e Lidhjes Demokratike të Kosovës që t'i mbledh tjera parti. Të gjitha partitë politike kanë mision në këtë moment të ndërmarrin iniciativa që i shërbejnë një dialogu politik. Dhe këtë e bën çdo shtet demokratik dhe andaj ne si parti politike jemi në ballë të përgjegjësisë dhe me shumë përgjegjësi kemi marrë këtë iniciativë. Faleminderit shumë.